Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Social-Demokrate, Goran Sugarevski, i drejtoi 2 pyetje kryeministrit Nikola Gruevski në lidhje me ish-drejtorin e shërbimit sekret Sasho Mjalkov, lidhur me pistoletën e gjetur në aeroportin e Beogradit dhe pasaportën diplomatike të Mjalkovit. Dali vije kako premijer. Ju si kryeministër, a jepni garantë se Mjalkov kalon përmes kontrollit kufitar dhe çka fshen në valizhet e tij, dhe a janë të dhënë pasaporta diplomatike vetëm që të barë gjësende të dyshymta në valigje? Kryeministri Nikola Gruevski tha se vetë Mjalkov ka pranuar se ka rruar pistoletën në valigje dhe se institucionet do të merren me këtë çështje, ndërsa në pyetjen e dytë, në lidhje me pasaportën diplomatike, kryeministri tha se Mjalkov nuk e ka pranuar atë pasaport. Sasho Mjalkov për këtë ka dhënë deklaratë dhe nuk kam asgjë për të shtuar. Ka institucione le të shikojnë punën. Përndryshe, pasaporta diplomatike nuk të privilegjon, por më e rëndësishme është se zotri Mjalkov ka refuzuar të marrë pasaportën. Gospodin Mjalkov javno kaže da ka nema da zeme diplomatski pasur. Në seancën e sotme parlamentare dedikuar pyetjeve të deputetëve, deputeti nga PDSH opozitare Bekim Fazliu adresoi pyetje ministrave nga radhat e BDI-s, atij të ekonomisë Bekim Leziri, të arsimit dhe shkencës Abdulhakim Ademi, si dhe të mjedisit dhe planifikimit hapësinor Nurhani Zairit. Përgjigjet e këtyre pyetjeve, kryetari i Kuvendit tha se do t'i merr me shkrim, pasi që ministrat në fjalë nuk ishin në Kuvend.